pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Patëm gati 9 muaj blokad dhe sot përfundimisht u vërtetua ajo që kemi thënë që nga dita e parë. Që Albin Kurti përmbon vendin peng sepse nuk i ka numrat për qeveri. Sot nuk ka më asnjë dyshim. 56 vota për Albin Kurtin dhe asnjë më shumë. Ky është fundi i një mashtrimi politik që vendi tonë këta muaj i ka kushtuar edhe me izolim, edhe me përçarje, edhe me humbje kohe. E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do t'jetë më kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë më. As prej zgjedhjeve të nënshkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisjes tij ka marrë fund dhe u dëshmua edhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka më asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e ish opozitës, por nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj, sot ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na fton presidenti nesër, pyetja saj do të jetë a keni shumicë tre, unë do të përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse në gjë e tillë nuk është e mundshme. Tash është evidente. Albin Kurti, jo se jo, është ditë, po sot u vërtetu që s'ka shumicë, po edhe ne partitë tjera duke filluar nga PDG-ja si partia e dytë nuk kemi shumicë që fatkeqësisht i bie që duhet shkuhet në zgjedhjet parakohshme sa më parë.